Kurban Bajrami u fal këtë mëngjes në xhamin Ilyas Bej Mirahori në Korçë, ku morën pjesë qindra besimtar musliman, të cilët më pas kanë përcjellë dhe urimet në këtë ditë feste. Allahu Ekber. Sami Allahu liman hamidah. Sapo kryem namazin e Kurban Bayramit në sheshin para xhamisë historike të Korçës, xhamisë Ilyas Bej Mirahorit, ku gjithë besimtarët së bashku fillimisht falen namazin e Kurban Bayramit dhe pastaj do largohen për të shkuar për të bërë një nga ato ritet e kësaj dite që është thirrja e një kurbani. Lu Zotit t'ja ketë pranuar çdo besimtari fillimisht namazin e tyre, pastaj edhe kurbanin e tyre që do bëjnë, dhe lu Zotin që këtë ditë feste, këtë ditë kaq të bukur në zonën e Korçës t'i japi mirësi, t'i japi begati të gjithë shqiptarëve kudo që janë, të gjithë korçarëve në mbar vendin apo jashtë vendit, dhe ju uroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bayramin. Çfarë do të thënia e kësaj feste? Siç e dëgjuat edhe kam thënë, është një festë tradicionale, domethënë që ka mbetur që në kohën e profetit tonë Ibrahimit alayhis salam, sakrificë. Por në fakt bindje ndaj Zotit, nuk ka asnjë shkat gjatë tek ai. Është bindje ndaj Zotit Kristit dhe gjithashtu domethënë edhe një sakrificë domethënë për ndihmë të varfërve, për bashkim familjar, për ata që nuk janë pajtohen sot edhe tjetë një gëzim feste për të gjithë, uroj për të gjithë, në termin njeri, të kenë feste gjithmonë, begati, mirësi dhe gjithë mirat. Gëzuar. Urim. Festojnë gëzuar Bayram Kurban. Bayramin e vogël që është gëzim për të gjithë barë botën gjithë besimtarët. Edhe është që dhe Kurban që ka lënë Ibrahimi që ka thënë Zoti që ta flijonte Isakun, edhe ai dali shkurin atje në vendin e caktuar Ibrahimi, Isakun e i hurin e vadak, ai pastaj i thiri Zoti galat, ndalt, edhe ai e mori e sprovovi, dhe në këtë rast ai i hodhi tashin në therr, edhe që të bëni kurban për gjithë njerëzimin. Një urim për gjithë. E urim gëzuar Bayramin të gjithë njerëzimin në botë, paqe, dashuri, mirësi, rregulliq nga Zoti, qeverin tërë, njerëzimin tërë botën në mrekulli. Zoti na japë dashuri gjithët, edhe mirësjellje dhe njëri dhe tjetër. Nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان